Me votën dhe nënshkrimin e tyre, Talat Xhaferi dhe BDI e lanë gjuhën shqipe jashtë provimit të jurisprudencës. Kështu vlerëson koalicioni Vlen, i cili thekson se dokumenti datës 27 gusht 2019, i nënshkruar nga Talat Xhaferi e nxjerr të vërtetën në shesh. Sipas koalicionit, problemi me provimin e jurisprudencës dhe përjashtimin e gjuhës shqipe mban vulë të pastërt politike. Vlen po ashtu ka deklaruar se në kohën kur ligji për përdorimin e gjuhëve ishte në fuqi, Talat Xhaferi nuk kërkoi hapa për harmonizimin e ligjit për provimin e jurisprudencës, por përkundrazi miratoi një tekst që e linte gjuhën shqipe jashtë. Pyesim publikisht, kur djali Talat Xhaferit e ka kaluar provimin e jurisprudencës, në çfarë gjuhë është përgjigjur? Kjo është fytyra e vërtetë e BDI-s. Në opinion e luajnë rolin e patriotit, ndërsa në institucione e filmosin kundër interesit shqiptar. Për 20 vjet kanë pasur gjithçka në dorë, pushtet, ministra, poste, shumicë dhe ndikim, nuk u ka munguar as forca dhe as mundësia. Partia në pushtet ka shtuar se për BDI-n, shqiptari ka pasur vlerë vetëm si vot, si numër dhe si mjet për ta mbajtur klikën e tyre në pushtet. Ndërkaq, ditën e djeshme partia opozitare Bashkimi Demokratik për Integrim, po ashtu ka reaguar ndaj koalicionit Vlen duke i akuzuar se ata nuk përfaqësojnë shqiptarët. Sipas BDI-s, Vlen përfaqëson arsyetimet e atyre që duan ta nënshtrojnë gjuhën shqipe. Kjo do të thotë se baza juridike ekziston, e drejta ekziston, obligimi ekziston, ajo që nuk ekziston është dinjiteti politik i Vlenit, thekson BDI.